Kosovë prej 2 ditësh po raportojmë për probleme në disa zona me toka bujqësore të përmbytura, gjithashtu komunat e Malishevës dhe të Junikut kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Blert Adolloshi Berisha tani drejt për drejt për situatën më të fundit. Blert, përshëndes, çfarë ka ndryshuar nga dje në lidhje me këto zonat prekura nga përmbytjet? Në fakt, situata duket se është drejt përmirësimit mes të rreshurat e shiut janë më të ulta krahasuar me gjatë ditës së djeshme, madje nga komuna e Malishevës kanë raportuar se situata është drejt stabilizimit dhe aktualisht janë duke punuar drejt sanimit të dëmeve të shkaktuar nga vërshimet si pasojë e rreshurave të mëdha të shiut. Megjithatë, nuk kemi një raport zyrtar, qoftë nga Instituti Hidrometeorologjik, ende nuk kemi raport zyrtar nëse do të ketë rënë të rreshura sërish në intensitetin e ditës së kaluar apo jo në gjithë Kosovën, ndërsa edhe nga Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave njoftimin e fundit e kishin dje, ku kanë raportuar se në bashkëpunim edhe me forcën e sigurisë Kosovës kanë ndihmuar gjatë vërshimeve në të gjitha komunat e Kosovës, në veçanti e kanë cekur Gjakovën, ku kanë ndihmuar në evakuimin e 20 familjeve. Derisa siç kemi raportuar gjatë ditës së djeshme në Malishev janë evakuar nga shtëpitë e tyre 6 familje. Duket se situata është duke shkuar drejt stabilizimit, por sigurisht që në edicionet e radhës do të kemi informacione më të detajuara nga institucionet përkatëse lidhur me situatën e përgjithshme në gjithë Kosovën, ndërsa Ministria e Arsimit mbrëm vonë ka bërë të ditur fillimisht 2 komuna Malisheva dhe Juniku kishin marrë vendim që të shtyhet fillimi i gjysmëvjetorit të dytë të mësimit deri më 12 janari paraparë që të fillonte nesër, por Ministria e Arsimit ka vendosur që në gjithë Kosovën mësimi të shtyhet deri më datë 12 janar. E qartë, Blert, faleminderit për të gjitha